Tjetër për një nga shfaqjet më simpatike të fushatave elektorale, mi së dashur, asfaltin elektoral është pagzuar bitumi me këtë emër. Tani na za ankthi edhe kur shohim në ditë të zakonshme, duket sikur do ndodhi në gjë se për ndryshe nuk ka njeri ndërmend të shtrojë asnjë rrugë të merre me toj as edhe një grop të vetme, por duket se e kanë marrë në nivele të tjera në Durrës, e kanë çuar në nivel evropian asfaltin elektoral. Ndaj pedagogja e ekonomisë dhe sigurisht kandidatja Liliana Kuçana është me ne. Mirëmëngjes Kuçana, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Live nga Spaku. Po. E freskët situata nga Spaku. Çështja është pse zgjodhët këtë rrugë zonja Kuçana fillimisht dhe mbi të gjitha cila është përmasa e vërtetë e asfaltit elektoral në Durrës këto kohë? Unë dua ta nis me një kallëzim para asfaltit elektoral. Okej. Gjithashtu për zonjën Sako. Kam depozituar në Spak për përmbytjen e Durrësit. Siç e kemi parë, datën 25 janar, Durrësi është përmbytur. Është bërë një investim prej 20 milion eurosh, ku kryetarja e bashkisë, drejtuesja politike, një individ, pa një rrugtim politik, por drejtuese politike ashtu siç i do Rama, pa një histori politike, vjen dhe në Durrës bën ligjin, vepron me propagandë dhe me arrogancë, siç di qeveria Ramës, dhe është shprehur se pas këtij investimi nuk do të kishte më përmbytje për qytetarët durrësakë. Që e kishin marrë tenderin këto 5D të brendshme, ca të Belindës, ca të bashkisë. 5D unë kam quajtur edhe asfalti Sako Dako 5D realisht. Por dua të mbaroj shkurt dhe të kaloj te asfalti, sepse asfaltin do kemi shumë për të folur, Flavio. Se janë gjitha rrugët e Durrësit duke ushtruar çfarë dëshire për punë të këtyre njerëzve, po pikërisht një muaj para fushatës zgjedhore. Me qellon rastësisht, për tani e kishin lënë. Ishte planifikuar, nuk ishte rastësore. Atëherë, pas depozitimit që kam bërë për përmbytje në Spak të zonës së Durrësit, jemi përballur me një problematik në zonën e Durrësit, ku duhet të themi në zonën e Shkëzetit, në zonën e plazhit, në zonën e Shtullës, në gjitha zonat e Durrësit po shtrohen rrugë asfalti elektoral. Është po e njëjta firmë, duhet ta themi. Okej. Një tender i kaluar pa ju shpjeguar dhe pa specifikuar pa ato tabelat e qarta që projekti. Për çfarë rrugësh bëhet fjalë? Por po themi, një grumbull parash publike për qokën e radhës elektorale të Dako, Sako, Betoni. A ka një përllogaritje zonja Kuçana se sa është vlera e këtij investimi elektoral? Vlera është shumë e madhe sepse rrugët vazhdojnë të shtrohen çdo ditë. Kam pasur prap telefonata atje, ku rrugë të tjera kanë filluar të shtrohen. Ne kemi listuar diku te 7 rrugë në depozitimin që unë kam bërë në Spak për zonjën Sako. Ma e mos ta tregoj për kamerë. Ato janë dy. Po. Këto janë vetëm për rrugët. Njëra është për përmbytjen. Kjo është dhe për përmbytjen. Dakor. Unë mendoj që për sa i përket këtij problemi, Flavio, mjafton të vish në Durrës, në qendër të Durrësit, në zonën ku kryeministri flet për turizëm, ku kryeministri flet për pasaportë europiane, po ju them në zemër të Durrësit, në zonën e plazhit. Rrugë të pashtruara. Pa ujë, pa shkolla, të mendosh që një zonë me 40 e sa mijë banor nuk ka një gjimnaz. Të mendosh që në sezonin që afron së shpejti në muajin maj, qytetarët durrësak të zonës së plazhit përballen me një situatë mungese ujë të theksuar. Dhe në vitin 2025 mandatin e 4 do e sjellë. Të flasësh pikërisht, po jo, unë dua t'ju bëj thirrje qytetarëve, sepse ne jemi sot tu për të folur për ata qytetarë të cilët unë e shikoj çdo ditë, Flavio, që kjo qeveri i ka larguar pikërisht nga mungesa e ujit, nga mungesa e dritave, nga mungesa e rrugave, nga mungesa e shkollave. Kjo i ka bërë. Po do ikësh se ç'do bësh? Kjo i ka bërë qytetarët që të largohen. Mos flasë për spitalin e Durrësit që është me nam. Unë doja të ndaloja